Përshëndetje miq të nderuar, sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një njeri të shquar dhe ju e njihni për emrin e tij të madh në fushën e psikologjisë. Kam nderin të kem profesor doktor Edmond Dragotin. Profesor, mirë se erdhni. Përshëndetje. Është kënaqësi të të kem sot këtu. Dhe ime gjithashtu. Ajo që mua më shtyti të thras sot është një libri juaj i fundit, ndoshta ndër të fundit, mbi seksualitetin. Dhe them të qëndrojmë kësaj, sepse ka shumë tabu dhe njerëzit edhe se flasin me shokun më të ngushtë ose me shoqen më të ngushtë, por që të bëhet publike, nuk bëhet. Dhe pyetja ime është, çfarë është seksualiteti njerëzor në radhë parë? Pastaj do shkojmë më tej. Po. Në fakt, seksualiteti shpesh mendohet seks e tjera e tjera. Në fakt është shumë tepër se aq. Seksualiteti në vetvete ka shumë dimensione. Ka dimensionin emocional, ka atë intelektual, domethënë edhe inteligjenca sot vlerësohet si inteligjenca seksuale, është një linjë më vete e saj. Është intimiteti, është erosi, janë element, është lidhja, pasioni, janë shumë elementi që përfshihen tek kolona e madhe e seksualitetit. Dhe që ta konsiderosh si një sjellje seksuale të mirëfillt njerëzore, të shëndetshme, duhet të marrësh parasysh të gjitha këto dimensione. Sot në shumë aspekte njerëzit e njohin pak ose as pak, thjesht e kanë provuar ose në mënyrë intuitive e praktikojnë, por nuk mjafton. Njeriu duhet të shohë në të gjitha dimensionet e sotme. Të gjitha gjërat sot i kanë shtuar dimensionet e tyre. Edhe seksualiteti është më i plot me shumë funksional. Seksualizmi është diçka tjetër? Seksualizmi është, si më thënë, një element formal i seksualitetit që nuk kupton ose atë rutinën e zakonshme të aplikimit të seksit, ose natyrën e seksuale të komunikimit të njeriut her pas here ose vazhdimisht në jetë e tjera. Seksualizmi është në tepër një tendencë, ndërsa seksualiteti është një vlerë, një praktik e shumë me shumë element brenda. Kuptoj. Si formohet seksualiteti i njeriut? Është diçka që lind nga gjenet, diçka që bëhet nga natyra, diçka çfarë është? Kjo është shumë interesante. Në fakt i ka të dyja, domethënë, është edhe i lindur, po është edhe i fituar, kuptimin që edukohet, kultivohet në jetë. Është i lindur në aspektin është sistemi hormonal ai që stimulon ose nxit nivelin e ndryshëm të tërheqjes seksuale, të joshjeve e tjera, të cilat në fakt janë stimulohen nga hormonet, kryesisht nga testosteroni dhe estrogeni, hormonet mashkullore dhe femërore, të cilat i kanë të gjitha gjinit, me fjalë të dyja gjinit i kanë ato, po njëri kanë shumë, tjetri më pak, dhe kjo orienton edhe gjinin përkatëse, po përmbajtja e tyre, si më thënë, shëndeti që kanë hormonet në vetvete dhe dinamikat e hormonale që ka individi, e bën njeriu shumë seksual, ose pasiv, ose inaktiv, ose normal në sjelljen e vet seksuale. Lind apo mësohet gjatë jetës? Po. Seksi si nevojë, seksualiteti, si nevojë për riprodhim, lind. Domethënë, lindi me atë. Shoqëria nuk do të ekzistonte dot, nuk do shtoj pa seksualitetin si element qëndësishëm jetësor i njeriut. Ai përbën një pjesë të madhe të jetës, për të mos thënë më shumë se gjysmën e jetës së tij, me gjithë kënaqësitë dhe problemet që sjell në jetën e çdo njërit prej nesh. Dhe duke qenë kaq i nevojshëm me funksionin e vet riprodhues, seksualiteti ka një element tjetër shumë të rëndësishëm që është pjesa e kënaqësisë,
të cilin shoqëria jone zhvillon në forma të ndryshme. Një formë e shëndetshme është kur ajo plotësohet me emocionin, plotësohet me lidhjen, plotësohet me joshjen, me erosin, me dashurinë e tjera. Ndërsa një element formal i thjesht bosh, si më thënë, është seksi formal, fizik, që kryhet pa u përgatitur, pa u zhvilluar mëtej dhe pa pasur atë gjurmët e pashlyeshme në sjelljen e çdo individi. A ndryshon seksualiteti në faza të ndryshme, ose të ndryshe? A ndryshon ai me kalimin e moshës? Apo po i bëj pyetjen gabim? Kjo është shumë e drejtë, shumë e drejtë. Çdo njeri mendon se e lidh me të sotmen dhe të ardhmen e tij dhe të nesërmen e vet, me qenë. Dhe e shikon veten në mosha të ndryshme dhe tregon interesin e vet të veçantë. Por në fakt një nga prej kësaj rrjedhë një pyetje natyrshme, kur fillon seksualiteti? Kur do të filloj seksi në vetvete? Në fakt kjo nuk lidhet thjesht me pjekurinë seksuale. Pjekuria seksuale lind më herët, domethënë tek individët, tek vajzat vjen rreth 2 vjet më shpejt se te djemt. Piqen më shpejt. Piqen më shpejt seksualisht vajzat. Prania e menstruacioneve është treguesi i parë. Profesor, thot 18, kanë më një shifër. Nuk ka kufi në të mes. Por nuk mjafton pjekuria seksuale. Është shumë e nevojshme pjekuria emocionale, e cila arrihet në një moshë më të vonë, kryesisht 18, 20, 22, sipas rastit. Domethënë, nëse nuk një vajzë ose një djalë adoleshent, nëse nuk janë të bindur për veten, për vlerat e veta, për seksin e vet, për trupin e vet, për kufit e personales dhe individuales, për nuk janë të vetëdijshëm për atë mundësitë që kanë ose që s'kanë e tjera, ata e kanë të vështirë që të kenë një praktikë të shëndetshme seksuale. Po, kultura shqiptare, formëzimi i kulturës sonë, e shtyp seksualitetin? Apo jemi njësoj si gjithë të tjerët? Se shikojmë në vende të tjera që janë ndryshe nga ne. Nuk jemi asnjë lloj si të tjerët. Kultura jonë në thelb është kulturë patriarkale, kultura autoritariste, kolektiviste. Në kuptimin që neve vlerësojmë shumë përshtypjen që i lëmë të tjerëve në sjelljen tonë, në vlerësojmë pritshmëritë që kanë të tjerët për ne, dhe sillemi ashtu siç duan të tjerët, shoqëria, fisi, grupi, mosha, moshatarët, dhe në këtë kuptim seksualiteti ka mbetur si një tabu, akoma ende nuk flitet në familje lirshëm për atë. Problemi kryesor është që në familje bashkëshortët nuk flasin për seksualitetin. Dhe ky është problemi më i madh. Bëjnë seks dhe nuk komunikojnë për seksualitetin. E di përmendesh. Po, e di më së mbyllur do të thuash. Në errësirë. Por në fakt nuk komunikimi për seksualitetin është një domosdoshmëri për të shmangur problemet, sepse si më thënë, kufijtë e seksualitetit personal janë të ndryshëm dhe të lëvizshëm sipas rastit, sipas momentit, sipas partnerit e tjera. Një marrëdhënie shëndetshme kërkon që ti të njohësh veten, njohësh trupin tënd, njohësh mundësitë tua, kufijtë e tu, po të njohësh dhe partnerin, edhe mundësitë e tij e tjera me radhë. Dhe përshtatja e tillë është një domosdoshmëri, si më thënë, vetëdia për veten dhe për tjetrin, vetëdia është ajo që konsiderohet sot si inteligjenca emocionale. Më falni, inteligjenca seksuale. Dhe pjesa emocionale është e domosdoshme brenda saj. Mendoj që kjo që ju sapo thatë, që nuk diskutohet çifti, nuk diskutohen mes tyre, është ajo ose një pjesë e asaj që i çojnë në divorce ose i çon në tradhti pastaj në divorc. Po. Duke mos u shprehur. Është e vërtetë. Gjysma e problemeve të shëndetit mendor vjen nga keq funksionimi seksual. Dhe e fshehin atë me lloj-lloj lulesh, me lloj-lloj aromash dhe nuk thonë atë që është. Shkojnë nga do dhe nuk gjejnë shkakun kryesor i cili është përpara. Dhe kur ja u thua që është këtu, nuk ka mundësi. Pyeti,
sa herë bëjnë seks Po. në muaj dhe do të thonë 4-5 herë në javë. Në fakt, bëjnë apo s'bëjnë një herë në javë çiftet kryesisht 40 apo 50 vjeçare. Çiftet e pjekura kryesisht një martesë të pjekur paga shumë. Prandaj aq më tepër sot me fjalë që me këto lidhjet martësore ose bashkëtesat afatgjata kryesisht fillojnë më vonë mbas 30-tave në një moment pjekurie intelektuale, pjekurie sociale e tjera. Unë kam qejf t'ja bëj pyetje të gjithë atyre që më vinë këtu. Flasin për bashkëjetesën, flasin shumë, t'japin mendje shumë të gjithë, dhe kanë të drejtën e tyre të japin mendje të gjithë. Jetojnë shumë dhe kur vjen puna pas 6 apo 7 vitesh, u shuar dashuria, s'kan. Nuk martohen, ndahen. Kam patur raste, me ekstremet kanë qenë nga 12 vjetë të lidhur, nga 14 vjetë të lidhur, bashkëjetesë, dhe nuk vendosin dot për martesë. Këtu ka shumë faktorë që ndikojnë. Po flasim te marrëdhënia. Po, te marrëdhënia. Ndikojnë shumë faktorë. Domethënë, pjesa e pasionit ose joshja është një element shumë i rëndësishëm, por në momentet e para. Në sajt, domethënë, karizma, ajo kimia që themi ne ndonjëherë është e nevojshme në momentin e tërheqjes së parë. Por ato që të jenë të qëndrueshme, natyrisht nuk rezistojnë gjatë pasionit dhe joshja. Her pas here aplikohet, po nuk rezistojnë gjatë. Dhe pikërisht për këtë arsye duhet elementi emocional të zhvillohet më tej, në kuptimin respektin, procesin e njohjes duhet të shtohet dhe të rritet respekti për njëri tjetrin. Krijohet ajo lidhje domosdoshme, ajo që ne shpesh çdo individ kemi nevojë të kemi dikë ose dhe të jemi të dikujt. Jemi të adurueshëm nga dikush të na adhurojnë, të na përkëdhelin. Natyrisht. Pavarësisht se secili do të jetë i pavarur në sillet dhe qëndrimet e veta të jetës, një lidhje e tillë është domosdoshme që duhet të ekzistojë, po ajo realizohet me bazën e vlerave të caktuara. Intimiteti, për shembull, është elementi bazë i një marrëdhënie të shëndetshme seksuale. Respekti dhe intimiteti janë element që ti të kesh nevojë për praninë e tjetrit, për të shkëmbesh ato, si më thënë, energjinë pozitive me njëri tjetrin. Besueshmëria, patjetër, domethënë që ti të ndash elementet më intim me tjetrin, atë që ti nuk mund t'ia thuash të gjithëve. Këto janë disa anë ose disa element shumë domosdoshëm në procesin e ndërtimit të një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Prandaj shpesh mungesa e njërës apo e tjetrës krijon hapësirat për të divorcuar, për të ndarë, për të shpërbërë marrëdhënie. Duke marrë shkas se po flasim për seksualitetin. Duam jetojmë brenda një shoqërie të cilët kemi ato tabu tona njerë. Kur një fëmijë i ri, adoleshent, qoftë edhe më i vogël, arrin të shikojmë prirje të ndryshme seksuale. Nuk e gëlltisim dot në prindrit. Sepse e personalizojmë, mendojmë veten tonë. Ose pritshmëritë tona janë mund të mëdha dhe presim që ky djalë të na bëj gjysh, të na bëj këto, dhe ai thotë jo bab ose mama nuk jam unë këtu, unë shikoj tjetër gjë. Aty na kthehet bota përmbys. Sa shoqëria jonë e përgatitur për këtë? S'është e përgatitur. Fare. Sepse mungon toleranca, mungon mirëkuptimi. Neve çdo gjë lidhi me veten, si më thënë. Pse a vepron tjetri si unë, në mënyrë që ta tolerojmë. Në rast se vepron si unë, kemi mundësi ta tolerojmë. Por në rast se vepron ndryshe, ne këtë kemi vështirë të ta pranojmë. Tjetri ndryshe, dhe aq më tepër njeriu ton ndryshe. Dhe shpesh prindi shqiptar ka të zhvilluar ndjenjën e pronësisë për fëmijën e vet. E shikon si të vetin e ka rritur, e ka edukuar, e ka bërë, si më thonë, dhe ai duhet bëhet si çdo prindi. Ndërkohë prindi është 30 vjet larg diferencë me brezin e fëmijës vet. Pra një nivel kulturor krejt i ndryshëm,
një mënyrë jetese krejtë ndryshme, edhe Mentaliteti një mënyrë gjitha, të menduarit ndryshe 30 vjet larg, do të thotë që është shumë e vështirë të njohësh fëmijën dhe të kuptosh ato ndjesitë e tij të moshës, të brezit vetë e tjera. Prandaj ky hendek ekziston gjithmonë, ka ekzistuar në çdo kohë, por në raste në shoqëritë më parshme kishte një sjellje të orientuar nga shoqëria organizuar në shtet, në organizata ndryshme që e mbanin në korrent, në kontakt vazhdueshëm brezin e ri, sot është gjithnjë më vështirë. Është pamundur për ta bërë këtë. Interneti. Kanë të gjithë në përduar celular, marrin vesh lajmet e reja, shikojnë zhvillimet kudo në botë, bota është bërë me vogël, sado që të thotë është botë e madhe. Dhe shikojmë që ka lëvizje edhe këtu në Shqipëri, ka grupe të caktuara homoseksuale, e drejtë e tyre. Dhe ne i shikojmë si një pjesë e mirë shikojmë si diçka e çuditshme, si diçka që është jashtë natyrës njerëzore, por kjo nuk do merrem me këtë, do merrem me pjesën tjetër. Ne lindim apo bëhemi homoseksual, biseksual e të tjera e të tjera. Kjo pyetje është delikate, sepse përgjigja është e vështirë. Në kuptimin që për mendimin tim lind, por nga ana tjetër edhe bëhet. Se ndonjëherë kthehet në tendencë, në modë, e kupton. Për shembull vajzat, lesbizmi, e kupton. Kryesisht është më i lehtë, më lehtësisht i aplikueshëm. Shumë vajza, për shembull, aplikojnë praktikën e lesbizmit për të provuar sa ndryshe janë. Edhe thjesht e provojnë natyrisht, po jo se përfundojnë në këtë orientim. Ndërsa shumë meshkuj edhe ndoshta kanë tendencën, por kryesisht ato që janë të lindur janë më të qëndrueshëm. Që thonë që është zgjedhja ime. Pyetje që bëjmë, ku e zgjodhët, çfarë dite, çfarë muaji, çfarë moshe e zgjodhët, nuk zgjodhët. Megjithatë, unë nuk i gjykoj fare për ato që kanë. Janë genet, hormonet, Janë përcaktuar. Këtu janë, këtu. Por nuk duan t'i pranojnë, është ajo që thatë ju tendenca, moda, etc. Dhe ata jetojmë, duam, s'duam, ne duhet t'i pranojmë. Kështu mendoj unë, nuk e di. Patjetër, orientimi seksual është personal, nuk ka lidhje me mua, me ty, me tjetrin. Është personal, është individit që aplikon. Ndryshon orientimi seksual gjatë jetës? Edhe mund ndryshoj. Ç'mosh? Varet interesat e punës, interesat caktuara, ato që të lidhin izolimi, vetmia e tjera, mund të krijojnë hapësirat, mund të kanalizojnë orientimin seksual. Varet. Ka terapi sipas jush, në ato që keni lexuar, ka terapi që mund t'i zhboj ose t'i kthej ose t'i devijoj drejt asaj që ai do të thotë, unë nuk dua, thotë, po ja që më ndodh. Ka terapi të tillë? Unë kam lexuar që ka, por nuk e di nga ju. Njerëzit bëjnë përpjekje natyrisht edhe varet sa beson këtë terapia ai individi. Ai që individ që shfut terapi. Në çmosh futet? Shumë e rëndësishme. Domethënë, është si puna e mjekut, që më shumë sukses ka nga bindja e pacientit se sa nga ilaçet që jep. Nga ilaçet që jep ai. Aq më tepër terapitë psikologjike janë përcaktuese pikërisht në këtë aspekt. Domethënë, besimi është ai që shëron tek mjeku, po edhe tek psikologu aq më tepër. A ka, si thua, frustrimi seksual me çrregullimet e sjelljes? Ka shumë. Shiko, shumë çrregullime seksuale, për shembull, ejakulimi i parakohshëm, i pavullnetshëm, si më thonë, mungesa e parapërgatitjes seksuale, dhe shumë elementë të kësaj natyre, pasigurit seksuale,
në shumë raste, sidomos tek vajzat, po edhe tek djemtë, pasiguria Ka shpërthime, e suksesit seksual e bën atë që të jetë i tërhequr, të jetë i shtypur, i vetë izoluar, të mos përfshihet, mos aktivizohet, sepse nuk ka sigurinë që do ketë sukses. Ju e shikoni këtë të introvertët më shumë? Jo ajtë introvertët, se sa të pasigurët janë ata që s'kan shumë përvojë, që nuk kanë praktika, që fillojnë në vonesë aktivitetin, që s'kan dinamik, e tjera. Këta janë tipat pasigurët, tipat varësuar, janë pastaj dhimbjet e aktivitetit seksual edhe këto detyrimi, kur është jo konsensual aktiviteti seksual e tjera. Të gjitha këto sjellin çrregullime të natyrave të ndryshme dhe çrregullime të sjelljes natyrisht. A ndikon pornografia tek perceptimi Ndikon. seksualitet? Ndikon. Sidomos tek të rinj ndikon shumë. Pse? Sepse pornografia i jep seksin e përsosur kryesisht, që asnjëherë nuk ekziston. Trupat përsosur, bukurie përsosur, çdo gjë. Aktivitet seksual pafund e tjera Me orë të tëra, që në fakt nuk ndodh. Dhe individët që varësohen me pornografia e kanë shumë vështirë të kenë sukses personal. S'kan guxim, Nuk kanë sigurinë, se pretendojnë të arrijnë atë nivel që shohin në ekran. Dhe e konsiderojnë të mundshëm atë. Dhe prandaj kuptohet që kënaqen thjesht duke parë më tepër se sa duke qenë aktiv dhe duke praktikuar seksin. Bëhen përpjekje në shkolla. Është futur lënda e edukatës seksuale. Për paktën ka Ajo është 20 ca vjet. Besoj që bëhet shumë e cunguar. Më shumë dinë ata para se të fillojë lënda e mësimit se sa do mësojnë në shkollë. Mendoj unë. Ashtu është. Edhe përpjekjet që bëhen për të futur ndonjë tekst, ndonjë gjë kështu, anatemohen edhe përgojohen nga prindrit, nga ndryshëm të cilët i frenojnë këto lloj iniciativash. Mendoj se edukimi fillestar fillon në familje. I hershëm te fëmia, nëna sidomos, po edhe babai, me trupin e tyre, me sjelljen e tyre, me prezantimin e vetes, ekspozojnë fëmijën të trupit vetë. Në lapërsinë e tyre, në dush, diku. Po kryesisht i shpjegojnë fëmijës sipas moshës gradualisht, dhe sepse prindi është më i besueshëm për fëmijën dhe prindi është po aq i kujdesshëm për fëmijën, sepse është një temë delikate e cila mund të tërheqë pa dashur më tepër se ç'duhet vëmendjen e fëmijës. Fëmia duhet mësohet me pjesën e natyrshme të seksualitetit, jo me pjesën mistike, me pjesën e fshehur, jo me tabun, si më thënë, po me pjesën e hapur. Profesor, këtu më vinë çifte të ndryshëm që kanë probleme në çift. Pavarësisht se ata i mbulojnë dhe kur i thuan punon dhe veç, sigurisht i them më fol pak për jetën seksuale, të lutem. Këtu mos ndërhy. Po. Në çast që ai më vë bariera, them këtu është gropa. Aty është, sepse nuk duke mos komunikuar hapur, të komunikosh, të flasësh për seksin nuk do të thotë të flasësh me fjalë vulgare. Sigurisht jo. Natyrisht. Do të flasësh me fjalë zakonshme, me ato që përdoren edhe në literaturë, edhe komunikimi është ajo pjesa që hapet individi dhe marrëdhënia pasaj, qoftë ajo intelektuale, qoftë ajo emocionale, qoftë ajo seksuale, marrëdhënia më pas është e lirshme, është e shëndetshme, është e natyrshme. Dhe nuk kemi të pranishëm pengesa dhe shërbullime të natyrave seksuale dhe të sjelljes më pas. A mund të kemi marrëdhënie të shëndetshme pa jetë seksuale? Tani, mund të kemi dhe aseksuale, njerëz që s'kan interes fare për të. Por edhe jeta seksuale është e nevojshme të jetë e kompletuar me intimitetin, me emocionin, me erosin,
këto e mbushin dhe lëngëzojnë seksualitetin si element. Pa ato duket e thatë e pa bosh seksualiteti. Po, themi që mund të kryejnë marrëdhënie një çift, por nuk janë të lidhur emocionalisht. Ka të tjerë që janë të lidhur fort dhe nuk kryejnë marrëdhënie. Të dyja këto ndodhin. Ndodhin, por kur respekti bashkohet me seksin, është i qëndrueshëm, është rezistente, është i shëndetshëm. Për arsye shëndetësore, njëri bëhet i paaft, tjetri. E kam fjalën që kur një aktivitet seksual, një natë seksi, një natë, seksi për një natë, one night stand, mund të ketë tërheqjen seksuale brenda, me fjalë, pasionin e çastit, por nuk ka elementin intimitetin, atë që besimin, sigurinë, seksin, domethënë qëndrueshmërinë, respektin, pra mungojnë këto element dhe ato është një natë që nuk lejohen në jetën e individit. Në ndodh të gjithëve që të kemi një joshje me një person të caktuar në një kohë të caktuar. Dhe shkojmë dhe trajtojmë bashkëshortët tanë. Gjatë kohës që shkojmë me mendimin që këtu do provojmë diçka që nuk na e ka dhënë bashkëshorti ynë, këtë kënaqësi. Dhe nuk e bëjmë se nuk i duam, po e bëjmë për aventurë, e bëjmë për diçka, për shijuar diçka që nuk na është dhënë gjatë jetës. Kjo nga se nga ndodh? Natyrisht kjo ndodh, e para punës nuk na ndodh. Por në rastet kur ndodh, nuk na ndodh. Në rastet kur ndodh ajo nevoja për të thyer rutinën. E para, e dyta është për të rivlerësuar veten edhe partnerin tjetër, me fjalë, për të rivlerësuar në kuptimin që në disa raste kur midis dy partnerësh nuk funksionon më marrëdhënia në çift, domethënë kur nuk ka një tërheqje, nuk ka kimi dhe njëri nga partnerët nuk e respekton dhe nuk e vlerëson as pak atë, partnerin e vet, atëherë është e nevojshme që të njohë një tjetër dhe në këtë mënyrë të rivlerësoj partnerin që ka në krah. Në raste që të mos divorcohet, domethënë për të parandaluar divorcin, është e nevojshme një lloj rivlerësimi i partnerit duke njohur një tjetër. Okej. Natyrisht kjo është e rrezikshme për tipat që varësohen. Sepse duke njohur një tjetër ai pa dashur varësohet me atë dhe humbet përfundimisht marrëdhënia e parshme. Dashuria lodhet? Lodhet kur i mungon, kur bie impulsi, ajo që rref vazhdimisht, që e nxite zgjimin, me fjalë, ajo që krijon zgjimin seksual, momentin e parë. Ajo është e nevojshme gjithmonë. A mund të kemi eros gjithë jetën? Eros që ripërtritet. Shiko, kjo nuk është thjesht një dëshirë që kanë njerëzit, por është një nevojë që ata e kanë, nuk jetojnë dot pa eros ka njerëz, të cilin ata e zhvillojnë vazhdimisht, krijojnë situata, domethënë e krijojnë erosin. Se edhe kënaqësia krijohet. Nuk vjen në mënyrë kështu pa dashur. Një nga gjërat që ne duhet të kemi parasysh gjithmonë është që organi më i rëndësishëm seksual i njeriu dhe i kafshëve, po i njeriu në këtë rast është truri. Asgjë tjetër. Aty fillon, aty mbaron. Aty fillon, aty mbaron. Çdo gjë, edhe me seksin, edhe me sjelljen, edhe me moralin dhe me shoqërinë, me çdo gjë. Truri është pjesa që prandaj ne themi që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm në të gjitha rastet, edhe i vogël, edhe i madh, shëndeti mendor. Dhe aty, domethënë, lidhja ose tërheqja seksuale nuk janë më tepër hormonale se sa emocionale, se sa shpirtërore, se sa vetdije. Ndonjëherë thuhet që seksi është instinkt vetvete, në fakt është instinkt, por vetdia
seksuale është elementi domosdoshëm. Se si ta bësh, se si ta marrësh atë kënaqësinë. Natyrisht, qetësia shpirtërore që ke, sa i predispozuar dhe sa i orientuar je për një aktivitet ose një marrëdhënie të caktuar, me se mbush këtë marrëdhënie me respekt, me intimitet, me nevojë, me varësi, me lidhje, me element domosdoshëm që marrëdhënia i ka nevojshme. Profesor, ju keni paktën, po të them, 50 vjet punë? Po. Cila është pyetja më e vështirë që ju kanë bërë për seksin? Deri në çfarë moshe? Deri në këtë moshë jeni. Pyetja më e vështirë. Në fakt, njerëzit... Apo është kjo pyetje më e vështirë që u bëra? Njerëzit, kur komunikojnë për seksin, gabojnë kur e personalizojnë ata. Në kuptimin që... Me këtë krahasojnë? E krahasojnë me veten gjithmonë, me fjalë. Që në fakt, do të flasësh në vetën e tretë kryesisht, asnjëse, gjinin asnjëse. Po, pyetjet janë shumëta që bëjnë studentët sidomos, dhe kanë vështirë që të përgjigjen hapur me siguri. Jo, brezi i ri përgjigjet hapur. S'ka problem. Se ka problem. Domethënë, ato ajo e papritura në punën tonë ndodh kur bën një studim të caktuar, dhe ne zakonisht këto studimet mësimore i bëjmë me studentët, në brezin studentor. Dhe kur vëre raportin midis virgjërisë dhe jo virgjërisë, për shembull. Është një raport interesant. Ke djem student, për shembull, që reagojnë dhe thonë që për mua nuk ka rëndësi që partnerja nuk është e virgjër. Ka rëndësi që të mos e dinë të tjerët. Të njëjtën gjë, po e thonë në mënyrë tjetër. Domethënë, ai e pranon vetë, po, mungesën e virgjërisë të partneres, por nuk do që të ekspozohet kjo në... Që t'ja thot ajo, ose t'ja thot ajo që unë kështu. Që mos marrin vesh të tjerët të kujtojnë sikur ajo është e virgjër. Sepse mashkulloritetin akoma e mendojnë të lidhur me dominancën ndaj feminitetit. Profesionistët bëjnë gabime kur trajtojnë temën e seksualitetit, ke parë një çudi. Që dalin, unë nuk po flas me ju, se jeni brenda fushës ose unë jam brenda fushës dhe pak a shumë ne ruajmë atë etikën, dim kutën. Në media shikojmë njerëz që mund të kenë dalë nga një spektakël, janë bërë fitues të atij spektakli dhe i marrin për të dhënë mendime. Jo se s'kan mendime në tyre, por japin mendime sikur janë specialist, ekspert. Ashtu është e vërtet. E kanë vënë këtë, secili mendon se përvojat e tij janë absolute, janë përgjithësuese, janë sintetike. Në të vërtetë, kjo është shumë personale, përvoja secilit, përvoja seksuale secilit. Dhe nuk i ngjan asnjëra si ngjan tjetrës. Është shumë vështirë, ose nuk është e drejtë që t'japësh rekomandime në këtë aspekt. Secili ka linjën e vet seksualitetit. Përkundrazi mund ta futësh tjetrin në hulli të gabuara, duke i thënë orientimet e tua nga përvoja jote, ai ka të ndryshme përvojat, ai ka raportet me partnerë të tjerë të ndryshme e tjera. Dhe përpiqet të arrijë suksesin tënd ose nivelin tënd të dinamikës tënde, dhe kjo është e pamundur. Dhe kjo i fut në situata depresive të tjerët, i bën të izolohen. Në antikitet ka patur një lulxim të homoseksualitetit. Edhe në Greqinë e lashtë, edhe në Romën e lashtë, mos themi përpara në... Meshkujt kanë qenë preferuar. Dakor. Skulpturat kryesore të asaj kohe janë. Kemi dhe në Lesbos sapfone famshme të tjera që siç na vjen nga antikiteti. A shikoni ju që po rilulzon, po riciklohet? Po sikur po vjen prap kjo gjë? Se mendon që domethënë bota po bëhet artistike? Jo, po bëhet më vogël, celularët po sjellin gjëra që nuk e kish menduar bota dhe po vinë më përpara dhe bën më të hapur. Kjo do ndodhte në një shoqëri më demokratike dhe më të kultivuar, më artistike. Shoqëria jonë po bëhet teknologjike, po bëhet format, po bëhet shoqëri aliene, është robot, domethënë është pandjesi. Si shpëtojmë dot?
pandjesi. Nuk shpëtojnë dot. Kështu që nuk arrihet ai niveli i vetdijes dhe kulturës demokratike dhe asaj kohe. Atëherë lind demokracia. Nëse atëherë ishte e pranueshme, edhe kultura seksuale atëherë ka qenë hapur me drejt për drejt. Mendoj se ka qenë një nivel ulëzimi shoqëria në atë kohë. Ishte niveli kulturor i tillë që nuk i shikonte me këtë sy që i shikojmë ne sot. Po pra. Dhe tendencat e sotme të zhvillimit janë disi të ndryshme. Në kuptimin që janë më formale, me praninë e teknologjisë, e shumë mjeteve të komunikimit shumë të shpejta e tjera, kemi një nivel tjetër. Këto lëvizjet, që janë lëvizjet e tyre, të homoseksualëve, të tjerëve, gjithë grupeve këtyre, ndoshta bën për qëllime biznesi? Natyrisht që biznesi është elementi i parë që i shfrytëzon këto situata. Po këto orientime seksuale janë jo vetëm në modë sot, por janë më të organizuara dhe më të hapura në shoqëri. Po ti vesh. Që duam s'duam, do të mballemi dhe ne si ata të tjerë. Natyrisht do t'i pranojmë. Problemi është kultura dominante, është ajo e shumicës gjithmonë. Sigurisht. Në momentin që do zhvillohen një kulturë të caktuar, do arrijë nivelet mesatarës, bëhet dominante në shoqëri. Dhe si quhet libri juaj? Seksualiteti. Kaq. Gjendet në të gjitha libraritë. Po. Profesor, unë të falenderoj shumë që të kisha këtu sot. Ishte kënaqësia ime. Urime edhe për librin. Faleminderit. Aty mund të gjejmë përgjigje për shumë pyetje. Po. Mund t'i referohet kushtoj që ka një problem ose një situatë caktuar. Ishte kënaqësi që të kisha. Të uroj sukses, jetë gjatë, rrofsh e shkrofsh. Faleminderit. Miq, duke falenderuar profesorin, ju uroj dhe juve të na ndiqni në podcaste të tjerë dhe miru takofshim në podcastin e radhës.